Sot nga vepra 7 poetika e doktor Lazaradit, kemi zgjedhur poezinë Gjana që s'mund të harrohen lehtë. E marrëm kjo prej ciklit Muret e Musgut. Në maj të vitit 1954, doktor Lazaradi lirohet nga burgu e kthehet në Tiranë. Po ku të shkonte? Ai nuk gjen më shtëpinë ke pallatet e Lanës në të cilin e kishin arrestuar, sepse gjithë familjen ja kishin hequr prej aty. Gruan Vitore Radi ja kishin arrestuar qysh në vitin 1952. Vajzën Veronika e gjeti të vdekur, e nanën e tij e motrën i kishin çuar në Durrës. Në mes të këtij trishtimi, doktor Lazaradi shkruan poezinë Gjana që s'mund të harrohen lehtë. Kur më futën në burg, lash gruan me gjithë vajzë. Kur dola prej burgut, gjeta gruan në burg e vajzën të vdekur. Lazaradi. Atë kujtohet o grua e dashur, një helm i ditëve të shmenduna, kur na detyronin me vallëzue, me pranga në këmbë e duar? A është e mundur mu harrue dëshirat e shkeluna që lisë thjedhuna, fëmijët që lindin e ndërduar na vdisnin, kur të lumtunit lavde i thurnin dhunës. A thue vallës të kujtohet, kur me kryqin mbi shpinë silleshin që lidhen heshtit për gjakun, pa mujt t'isha ti e ti t'ishe unë. Noshta një ditë ta na kanë mu harrue, çka jetën dejnë palcën e breu, kanë mu harrue vdekjet që s'mujtme me imbulue, po kur një besim që patëm dhe shpresa. Tiranë, maj 1954.